Rubrika jone e horoskopit është e përditshme. Nga cili shtet jeni? Nga po na shihni? Nëse keni pyetje apo komente, mund t'i lini ato në fund të videos. Horoskopi për datën 8 janar 2026. Dashi. 8 janari sill për dashin një ndjesi zgjimi dhe nevoje për të marrë kontrollin, sidomos në aspektin profesional. Në punë, sot do të ndiheni më të motivuar për të shtyrë përpara projekte që kanë ngecur, por duhet të tregoni kujdes me mënyrën e komunikimit, sepse një fjalë e nxituar mund të krijojë tensione të panevojshme. Financat kërkojnë maturi, nuk është dita e duhur për shpenzime impulsive. Shëndeti është i qëndrueshëm, por stresi mendor mund të shfaqet nëse nuk i ndani përgjegjësitë. Në çift kërkohet dëgjim dhe më pak imponimi mendimeve tuaja. Një dialog i qetë e forcon lidhjen. Besharët do të tërhiqen nga dikush me energji të fortë, por është e rëndësishme të mos nxitojnë. Këshilla e zodiakut për dashin është ta kontrolloni fuqinë tuaj e të mos nxitoheni. Demi. Kjo ditë e vendos demin përballë çështjeve praktike dhe konkrete. Në punë kërkohet përqendrim dhe durim, sepse rezultatet vijnë ngadalë por janë të sigurta. Një propozim ose ide mund të duket fillimisht e lodhshme, por në fakt fsheh stabilitet afatgjatë. Financat janë në një pikë kyçe të ditës. Është një moment i mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Shëndeti përmirësohet nëse i kushtoni vëmendje pushimit dhe ushqimit të mirë. Në çift, sot do të ndjeni nevojën për siguri emocionale dhe gjeste të vogla që e forcojnë besimin mes jush. Beqarët mund të kenë një njohje që lind në mënyrë të qetë, pa bujë, por ka potencial serioz. Këshilla e zodiakut për demin është i besoni procesit dhe të mos i nxitoni gjërat që po ndërtoni me kaq shumë kujdes. Binjakët. 8 janari sill për binjakët lëvizje dhe komunikim intensiv. Në punë, sot jeni të aftë të zgjidhni problemet përmes fjalës dhe ideve kreative, por duhet të shmangni shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëkohësisht. Financat kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Një gabim i vogël mund të shmanget nëse lexoni mirë dokumentat dhe marrëveshjet. Shëndeti është i lidhur ngushtë me ritmin tuaj dhe qetësinë mendore, prandaj pushimi është thelbësor. Në çift është një ditë e mirë për sqarime dhe biseda të sinqerta që ju bëjnë më pranë partnerit tuaj. Beqarët kanë mundësi për flirt dhe njohje interesante, sidomos përmes komunikimit online ose rrethit shoqëror. Këshilla për binjakët sot është të përqendroheni në një gjë të vetme dhe ta bëni atë të mirë. Gaforja. 8 janari e fton gaforen të dëgjojë intuitën, veçanërisht në çështjet profesionale. Në punë, sot mund të ndiheni më emocional se zakonisht, por kjo ju ndihmon të kuptoni më mirë njerëzit përreth jush. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në shpenzimet familjare dhe për shtëpinë. Organizimi më i mirë financiar do të jetë çelësi. Shëndeti përmirësohet nëse shmangni mbi ngarkesën dhe gjeni kohë për veten tuaj. Në çift, sot kërkohet ndjeshmëri dhe mirëkuptim. Një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh te partneri juaj. Beqarët nga ana tjetër do të ndihen të hapur për një lidhje që ofron siguri emocionale. Këshilla e zodiakut është të mos i neglizhoni ndjenjat tuaja, pasi ato do të jenë udhërfyesi juaj më i mirë këtë ditë. Luani. 8 janari sill për Luanin nevojën për të shkëlqyer, por nga ana tjetër për të treguar më shumë përgjegjësi. Në punë, sot mund të merrni vëmendje ose vlerësim, por vetëm nëse veproni me maturi dhe profesionalizëm. Financat janë të qëndrueshme, megjithatë duhet të shmangni shpenzimet për imazh ose luks të panevojshëm. Shëndeti kërkon balancë mes aktivitetit fizik dhe pushimit. Në çift është e rëndësishme të ndani vëmendjen dhe të mos e ktheni çdo diskutim në një garë me partnerin ose partneren tuaj. Beqarët mund të tërheqin interes,
por duhet të jenë të sinqert me veten dhe me të tjerët për qëllimet e tyre. Këshilla e zodiakut është të udhëhiqni me zemër, jo me ego. Virgjëresha. 8 janari e gjen Virgjëreshën në një fazë reflektimi dhe përqendrimi të thellë, ku çdo detaj merr rëndësi. Në aspektin profesional jeni të përqendruar dhe të gatshëm të rregulloni situata që të tjerët i kanë lënë pas dore. Një çështje pune kërkon një analizë të thellë por do të zgjidhet falqasjes suaj logjike. Financat janë në kontroll. Vazhdoni të ruani disiplinën dhe shmangni shpenzimet që lindin nga ankthi apo nevoja për siguri të menjëhershme. Shëndeti kërkon vëmendje. Trupi ju flet përmes sinjaleve të vogla që nuk duhen injoruar. Për ata në çift, kjo ditë sjell nevojën për komunikim më të butë dhe për më pak kritik. Donjëherë mbështetja vlen më shumë se sa analiza. Beqarët do të ndihen të tërhequr nga një person i thjesht, por me vlera të forta, dikush që i bën të ndihen të qetë. Këshilla e zodiakut është të mos përpiqeni ta kontrolloni gjithçka dhe t'i lëni gjërat të rrjedhin natyrshëm. Peshorja. Kjo ditë e vendos peshoren përballë nevojës për ekuilibër mes asaj që dëshiron dhe asaj që kërkohet prej saj. Në punë mund të luani rolin e ndërmjetësit ose personit që sjell qetësi në një situatë të tensionuar. Vendimet nuk janë të lehta, por aftësia juaj për të parë të dy anët e medaljes ju ndihmon të gjeni zgjidhjen më të drejtë. Financat kërkojnë maturi. Është ditë e mirë për të rishikuar marrëveshje ose për të bërë plane afatgjata, jo për të ndërmarrë rreziqe. Shëndeti lidhet me gjendjen tuaj emocionale, prandaj është e rëndësishme të shmangni çdo konflikt të panevojshëm. Në çift, dita sjell nevojën për harmoni dhe sinqeritet. Një bisedë e hapur e forcon më tej lidhjen tuaj. Beqarët mund të kenë një njohje që lind në mënyrë të natyrshme, pa presion, në vendin e punës ose në një rreth shoqëror, por ka potencial për diçka më shumë. Këshilla për ju sot është që balanca vjen kur nuk e sakrifikoni veten për të kënaqur të tjerët. Akrepi. Dita i jep akrepit një intensitet të veçantë dhe një ndjenjë kontrolli mbi situatat që e rrethojnë. Në punë mund të bëni lëvizje strategjike ose të kuptoni prapaskena që më parë ishin të paqarta. Është një ditë për vendime të menduara mirë dhe jo veprime impulsive. Financat kërkojnë vëmendje të shtuar, sidomos nëse përfshihen borxhe ose ndarje parashme të tjerët. Shëndeti lidhet me menaxhimin e emocioneve të forta. Tensioni i brendshëm mund të reflektohet fizikisht nëse nuk gjeni mënyra për ta çliruar. Në çift, do të keni një thellim të emocioneve, por nevojën gjithashtu për besim dhe transparencë. Xhelozia nuk ka vend sot. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush misterioz, por duhet të bëjnë hapa të kujdesshëm. Këshilla për ju është që fuqia e vërtet qëndron te qetësia dhe vetkontrolli. Shigjetari. Kjo ditë sjell për shigjetarin dëshirën për perspektiva të reja. Në punë mund të mendoni për plane afatgjata ose bashkëpunime që ju nxjerrin nga rutina. Megjithatë, është e rëndësishme të mos lini pas dore detajet praktike. Financat janë të qëndrueshme dhe duhet të shmangni shpenzimet e nxituara. Shëndeti është i mirë, por i duhet kushtuar kohë lëvizjes dhe aktiviteteve që ju japin energji. Në çift, dita sjell nevojën për hapësirë dhe mirëkuptim. Dialogu i sinqert do t'ju ndihmojë të shprehni hapur ato që ndjeni dhe të shmangni keqkuptime. Beqarët mund të kenë një takim interesant me dikë që ndan të njëjtat ideale ose vizion jete. Këshilla për ju sot është t'i kushtoni vëmendje ëndrave, por të keni baza të forta realiste në çdo vendim që merrni. Bricjapi. 8 janari e gjen bricjapin të përqendruar te përgjegjësitë dhe objektivat konkrete. Në punë jeni të vendosur dhe serioz, të gatshëm të merrni përsipër detyra të rëndësishme. Përpjekjet tuaja do të fillojnë të japin rezultate. Më në fund do të shpërbleheni për durimin e treguar. Financat janë një pikë e fortë e ditës, sidomos nëse mendoni në terma afatgjat dhe shmangni rreziqe të panevojshme financiare. Shëndeti kërkon kujdes ndaj lodhjes. Pushimi është pa aq i rëndësishëm sa puna.
Në çift, 8 janari sill nevojën për stabilitet dhe mbështetje reciproke. Një gjest konkret për partnerin apo partneren tuaj do të vlejë më shumë se sa fjalë. Beqarët do të tërhiqen nga dikush serioz dhe i besueshëm. Këshilla e zodiakut për britsjapin është që suksesi ndërtohet hap pas hapi dhe jo me nxitim. Ujori. Dita sjell për ujorin ide të reja dhe nevojën për ndryshim. Në punë mund të ndiheni të frymëzuar për të bërë diçka ndryshe, por është e rëndësishme të ruani lidhjen me realitetin. Financat kërkojnë organizim, sidomos në projektet tuaja personale. Shëndeti do të jetë i mirë, por duhet t'i jepni vetes liri mendore dhe të shmangni sa më shumë stresin. Për ata që janë në një çift, dita sjell nevojën për komunikim të hapur dhe për respekt ndaj individualitetit të secilit prej jush. Beqarët nga ana tjetër mund të kenë një njohje të papritur, ndryshe nga çdo gjë që kanë përjetuar më parë. Këshilla e zodiakut për ujorin sot është të jeni vetvetja për pa harruar apo lënë mënjan përgjegjësitë. Peshqit. Kjo ditë e vendos peshkun në një gjendje ndjeshmërie dhe intuite të thellë. Në punë, sot mund të ndiheni kreativ, por edhe më të ndikuar nga ambienti emocional. Është e rëndësishme të vendosni kufi të qartë. Financat kërkojnë kujdes dhe shmangje të vendimeve të paqarta. Shëndeti do të lidhet me qetësinë tuaj mendore, meditimi dhe pushimi ju ndihmojnë sot. Në çift, dita sjell një afrim emocional dhe nevojën për mbështetje reciproke. Beqarët nga ana tjetër mund të përjetojnë një ndjenjë të fortë emocionale me dikë që i kupton në nivel të thellë. Shëndeti është i mirë. Këshilla e zodiakut për peshqit është i besoni intuitës duke qëndruar me këmbë në tokë. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.